Falenderimi takon Allahut, atë falenderojmë, falje dhe ndihmë për ti kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i lartë madhëruar nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb Allahu i lartë madhëruar nuk ka kush që e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahu që është i vetëm dhe pashok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër, në shumë hadithet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përcillen lutje të ndryshme. Lutje të cilët padyshim janë lutje hynore, lutje të sakta, të pagabueshme, lutje që realisht e don Allahu i lartë madhëruar, sepse është ai i cili ja mësoi profetit të tij, të dërguarit të tij, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe formën e lutjes. Dhe normal që ai i cili lutet me ato shprehi dhe me ato fjalë që është lut i dërguar i Allahut, padyshim se lutja e tij është shumë e saktë dhe është shumë e rregullt dhe është një nga lutjet që padyshim është më i pranueshëm tek Zoti i lartë madhëruar, sepse në këto lutje Allahu i lartë madhëruar i mësoi profetit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, prej lutjeve që i dërguar i Allahut profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që i lutesh Zotit të tij gjithmonë kur dilte prej shtëpisë, ose sidomos në kohën e mëngjesit, kur ai dilte prej shtëpisë së tij për të filluar punën e ditës, ai menjëherë i lutesh Allahu xhelle xhelaluhu që Zoti i Madh ta ruante dhe ta mbronte dhe ta udhëzonte dhe t'i jepte sukses në këtë ditë për ato vepra dhe ato punët që ai do të bënte gjatë ditës. Për këtë arsye, përcillet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu thot se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: "Idha kharaja ar-rajulu min bayti fa qala bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah yuqalu hina idhin هديت وكفيت ووقيت فيتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي." Thot profeti alayhi salatu wasalam në këtë hadith: kush thot kur del prej shtëpisë së tij në emër të Allahut, pra bismillah, amantu billah, besova në Allah, tawakkaltu ala Allah, pra jam mbështetur në Allah dhe nuk ka kur farë fuqie, as force përveç në Allah. Atëherë thuhet atij, pra i thuhet këtij njeriu: je i udhëzuar, i mbrojtur dhe i ruajtur, dhe prej ti ikën shejtani dhe largohet atë ditë. Gjithashtu thot profeti alayhi salatu wassalam, djalli, pra shejtani i thot shejtanit tjetër: si ja del me njeriu i cili është i udhëzuar, i ruajtur dhe i mbrojtur. Lutja e profetit alayhi salatu wassalam që bënte gjithmonë kur ai dilte prej shtëpisë dhe në mënyrë të veçantë në mëngjes. Pra profeti alayhi salatu wassalam gjithmonë e thoshte këtë lutje kur dilte nga shtëpia e tij për të kryer ndonjë punë apo për të vepruar diçka gjatë ditës. Ai e thoshte këtë fjalë duke i kërkuar Allahut mbrojtje dhe duke i kërkuar Allahut sukses dhe udhëzim në veprën dhe punën e tij që ai do të bënte gjatë ditës. Se njeriu, pra besimtari, e ka të domosdoshëm kujdestarinë e Zotit të tij dhe ndihmën e Allahut të tij në çdo moment dhe në çdo sekond. Se nëse Zoti i lartë madhëruar e braktisë robin e tij, ai kurrë nuk do të ketë sukses dhe hajër. Pra, njeriu dhe besimtari nuk mund të fitojë në mbrojtjen e Zotit dhe udhëzimin e tij dhe sigurinë e Zotit lartë madhëruar për veprimet dhe punët që bën gjatë ditës, vetëm se duke i kërkuar Zotit gjatë lutjes së tij që Zoti i Madh dhe i lartë madhëruar t'ia japi atë që ai kërkon. Prandaj dhe në këtë hadith profeti alayhi salatu wasalam i këshillon muslimanët që kur të dalin prej shtëpisë së tyre ta thonë këtë lutje, dhe lutja është shumë e vogël. Pra bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. 4 fjalë gjithsej. Do të dëshiroja të qëndroja pak me këtë hadith
ku i dërguari i Allahut në lutjen e tij që të kuptojmë dhe fuqinë dhe logjikën dhe kuptimin e kësaj lutje, që kur ta themi me bindje dhe të kuptojmë atë çka ne po shprehim. Profeti alayhi salatu wasalam në fillim të lutjes thot bismillah, në emrin e Allahut. Dhe thonë dietarët se fjala bismillah, pra në emrin e Allahut, ka kuptim që o Zot, pra unë po e nis ditën e sotshme duke të kërkuar ndihmë për veprimet që unë do bëj në këtë ditë. Pra o Zoti im, më ndihmo në këtë ditë për punët dhe veprat që unë do të bëj. Kurse kuptimi tjetër, pra e nis me bismillah duke kërkuar prej Zotit tim që në këtë ditë ai të më begatoj dhe të më bekoj në veprat dhe punët që unë do të bëj në këtë ditë. Pra kërkoj rahmetin e tij, bekimin e tij, bereqetin e tij që Zoti i lartë madhëruar këtë veprim që ta bëj të jetë i suksesshëm dhe i pranueshëm tek Zoti i lartë madhëruar. Dhe fjala bismillah, vëllezër, padyshim është një nga fjalët e fuqishme që i dërguari i Allahut e bënte dhe gjithmonë e thoshte në çdo veprim që i bënte. Thuhet dhe transmetohet që i dërguari i Allahut edhe kur lexonte Kur'an, librin e Zotit, e fillonte me Bismillahirrahmanirrahim në çdo sure që ai këndonte. Po gjithashtu edhe kur shkruante i dërguari i Allahut që dërgonte ke dikush tjetër letër, i dërguari i Zotit e fillonte me Bismillah, sepse vetë Zoti në Kur'an thot për Sulejmanin, innahu min Sulejman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ku Allahu thot, ajo është nga Sulejmani dhe është me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Vëllezër, gjithashtu i dërguari i Allahut kur i dërgoi letrat të parëve të shteteve në atë kohë, që i ftonte dhe i thërriste ata që të ktheheshin dhe të konvertoheshin në Islam, e fillonte letrën e tij duke thënë me këtë fjalë: Bismillahirrahmanirrahim, pra në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, nga Muhamedi, i biri Abdullahit, tek Hirakli i madhi i Bizantëve. Dhe fillonte dhe përcillte mesazhin e tij i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, profeti sallallahu alaihi wasallam e fillonte me bismillah gjithmonë kur ai pastrohesh. Pra merrte abdes, sepse vjen hadith ku i dërguari i Zotit thot: "Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah", nuk mund të ketë abdes ai njeriu i cili nuk e përmend emrin e Zotit. Gjithashtu i dërguari i Allahut e përmendte emrin e Allahut kur bënte kurban. Gjithashtu dhe kur ai gjuetari del për gjuhëti nuk mund ta godasi gjahun e tij vetëm se me emrin e Zotit, me qëllim që ajo bakti ose ai gjah të lejohet që të hahet. Gjithashtu i dërguari i Allahut e fillonte ushqimin dhe pirjen e tij me emrin e Zotit. Gjithashtu i dërguari i Allahut kur hynte dhe kur dilte nga xhamia, kur hynte në shtëpi dhe kur dilte nga shtëpia, dilte me bismillah për tregu rëndësinë e madhe që ka ky emër. Dhe në këtë hadith, profeti alayhi salatu wassalam i këshillon muslimanët që kur të dalin prej shtëpisë, të thënë këtë fjalë: Bismillah, në emrin e Allahut. Dhe pas saj thot: Amantu billah, besova në Allahun. Që do thotë se besimtari kur e shpreh këtë fjalë, ja rikujton vetes së tij se besova në Allahun që është i vetëm në qenien e tij. Besova në Allahun që është i vetëm në veprimet e tij. Pra krijon i vetëm, vdes dhe ngjall i vetëm, nuk ka nevojë për ndihmën e askujt, se është i plot pushtetshëm dhe i plot fuqishëm. Pra besova në Allahun që është i vetëm, i cili meriton të adhurohet. Pra besova në Allahun i cili është i vetëm në emrat dhe cilësitë e tij. Prandaj vëllezër, kur themi besova në Allahun, kemi parasysh se besimtari ja rikujton vetes së tij që të besojnë në ato 6 kushtet e imanit, se nuk mund të jetë besimin në Zot i sakt nëse mungon njëra prej tyre. Prandaj dhe Xhebraili, engjulli i cili erdhi tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i thot: "O Muhammed, më trego për imanin, kush është?" Atëherë i dërguari i Allahut thotë: "Të besosh Allahun, të besosh në profetët e tij." Pra në të gjithë profetët që vula atyre është i dërguari i Allahut, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Të besosh në librat e tij. Pra që i fundit i tyre është Kur'ani, i cili Kur'ani i çfuqizoi të gjithë librat e mëparshëm. Dhe të gjithë librat e mëparshëm ndodhen brenda në Kur'an. Të besosh gjithashtu dhe në melaiket, engjujt e Zotit. Dhe të besosh në caktimin e Allahut, në kaderin e tij. Pra çdo gjë që ndodh në këtë botë, ndodh me caktimin e tij. Dhe gjithashtu të besosh
në ditën e ringjalljes, që do të thotë se njeriu pasi të vdesi në jetën e kësaj bote, atëherë do të vi dita ku Zoti i lartë madhëruar do ta ringjalli atë nga varret, ku ai do të shohet dhe do të dali para Zotit dhe do të llogaritet për veprat e tij. Kush nuk beson njërin prej tyre, ai nuk është musliman. Për këtë arsye besimtari gjatë ditës kur fillon dhe e bën lutjen e tij thotë në emrin e Zotit, besova në Allah duke patur parasysh këto 6 kushtet e imanit. Prandaj një nga sahabët i thot profetit alayhi salatu sallam, o i dërguari i Allahut, më thuaj një fjalë vetëm, jo më shumë. I thot profeti alayhi salatu sallam, thot, thuaj amantu billahi thumma istaqim. Thuaj besova në Allah, pra këto 6 kushtet që ne i përmendëm dhe pastaj mundohu që të drejtohesh duke vepruar me këtë që ti pohove. Sepse Zoti në Kur'an thot: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu i lartë madhëruar thot, me të vërtet atyre që thon Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejtë, do t'u zbresin engjujt para vdekjes e do t'u thonë: mos u friksoni dhe mos u pikëlloni dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Pra, këtyre njerëzve të cilët besuan Allahun dhe kushtet e imanit, padyshim se Allahu i lartë madhëruar do t'i përgëzojë ata me xhenet. Pra, besimtari kur thot besova në Allah, ja rikujton vetes së tij që duhet besojë në këto kushtet e imanit. Pastaj vjen lutja e profetit alayhi salatu sallam, i cili thot tawakkaltu ala Allah, dhe ju mbështeta Zotit. Pra, fjala mbështetje, kanë thënë dietarët, pra tawakkul do thot të mbështetesh tek Allahu dhe të dorëzosh të gjithë çështjet e tua në dorë të Zotit, duke besuar se ai është i mjaftueshëm për ty për të arritur atë që ti kërkon, pra që është e dobishme dhe e mirë, dhe që të mbrohesh prej të keqes. Dhe kjo, nëse ndodh tek njeriu, tek zemra e tij, sepse fjala mbështetje ka të bëjë me zemrën. Për sa kohë e thot këtë fjalë duke kuptuar me këtë logjik, tregon se ky njeri ka besim. Dhe besimi i tij është i plotë. Prandaj Zoti në Kur'an thot: në qoftë se jeni besimtar, atëherë mbështetuni tek Allahu, sepse besimtari është ai i cili mbështetet Zotit të tij. Ai i cili nuk i mbështetet Zotit të tij nuk mund të jetë besimtar kurrë. Prandaj Allahu i lartë madhëruar neve në këtë ajet u tregon besimtarëve që ta kuptojnë fjalën mbështetje, çfarë do të thotë, dhe të mbështeten në të gjitha çështjet e tyre gjatë ditës që bëjnë apo gjatë jetës, sepse mbështetja që ato bëjnë tek Zoti i tyre tregon se këta njerëz kanë besim. Dhe ai i cili mbështetet Allahut, Zoti do t'i mjaftojë atij njeriu. Prandaj thot Zoti në Kur'an: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Allahu i mjafton kujdo që mbështetet tek ai. Prandaj besimtari duhet i mbështetet Zotit i tij, krijuesit gjithësisë që kur nuk shuhet. Mos u mbështet krijesës, sepse mbështetja tek krijesa do thotë e mangët, e paaft dhe përfundon me vdekje. Kurse Zoti i lartë madhëruar kur nuk shuhet dhe kur nuk vdes. Prandaj Zoti në Kur'an thot: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Thot, mbështetu në të gjithë jetëshmin i cili nuk vdes kurrë. Pra, mbështetu tek ai që kur nuk shuhet, kur nuk vdes, dhe që do ta gjesh gjithmonë pranë problemeve dhe halleve që ti mund të kesh. Prandaj Allahu i lartë madhëruar në ajetin tjetër thot: "Mbështetu tek Allahu, se Allahu të mjafton ty për mbrojtës." Prandaj dhe besimtari gjatë ditës e thot këtë fjalë: "Tawakkaltu 'ala Allah." Ju mbështeta Zotit, sepse Zoti i mjafton, sepse është kompetent Zoti i lartë madhëruar për t'ia kryer hallet dhe për ta mbrojtur këtë njeri, dhe askush tjetër përveç Zotit nuk mund ta bëjë këtë gjë. Dhe një nga dietarët thotë se i përket kësaj fjale mbështetjes, thotë mbështetja është origjina e të gjithë pozitave të besimit dhe mirësisë, si dhe për të gjithë veprat e Islamit. Dhe se pozita e saj në Islam është si pozita e kokës për trupin. Ashtu siç nuk mund të qëndrojë koka pa trupin, po ashtu edhe besimi, pozitat dhe veprat e tij nuk mund të qëndrojnë pa trupin ku të mbështetet. Do thotë që mbështetja tek Zoti, tek besimi jon, është aq e lartë pozita e saj si koka në trupin e njeriu.
Do thot që besimtari kur del në mëngjes dhe e thot këtë fjalë, "Wa tawakkaltu ala Allah", ju mbështeta Zotit me këtë logjik dhe me këtë kuptim. Pastaj thot, "La hawla wala quwwata illa billah". Fjala e fundit duke thënë se nuk ka forcë apo fuqi për ta ndryshuar gjendjen njeriu vetes së tij, vetëm se me lejen e Allahut. Pra do thot se njeriu nuk mundet me aftësinë e tij që t'i shmanget keqes dhe as nuk mundet që me forcën e tij të arrit mirën, vetëm se me lejen e Zotit lart madhëruar. Për këtë arsye, ti je i detyruar që ta kërkosh, ti kërkosh Zotit tënd që të ruaj nga të këqijat dhe ti kërkosh atij që t'japi forcë, që të dhuroj ty mirësitë, atë të mirën dhe atë suksesin asaj vepre apo të punës që ti dëshiron ta bësh. Prandaj dhe kjo fjalë e fundit do thotë që njeriu i dorëzohet dhe i nënshtrohet plotësisht Zotit për ditën që ai po e nis, që Allahu i lartë madhëruar ta ruaj, ta mbroj dhe ta udhëzoj atë në rrugën e drejtë. Kjo është ajo lutje që profeti alayhi salatu sallam e bënte gjithmonë në mëngjes. Pra, këtë fjalë, Bismillah, në emrin e Allahut, Amantu billah, besova në Allah, Tawakkaltu ala Allah, ju mbështeta Allahut, La hawla wala quwwata illa billah, atëherë nuk ka forcë dhe fuqi që ta ndryshoj gjendjen e njeriu, përveç se Zoti i lartë madhëruar është i cili vendos i vetëm pa shok, që nëse don që ta mbroj robin e tij, askush nuk mund ta dëmtoj atë nëse Allahu del garant. Dhe nëse Allahu dëshiron ta dëmtoj atë, askush nuk mund ta mbroj atë përveç Zotit lartë madhëruar. Kjo ishte ajo lutje që me këtë lutje nëse besimtari e bën, ka vlerë dhe ka mirësi për atë ditë dhe me lejen e Zotit atë ditë ai është i rujt, i mbrojt dhe i udhëzuar prej Allahut të lartë madhëruar. E lutim Allahun e lartë madhëruar që të na ruaj dhe të na mbrojë dhe të na udhëzoj gjatë gjithë jetës tonë. Dhe lutim Allahun e lartë madhëruar që të na bëjë për atyre që i mësojnë lutjet e profetit dhe i zbatojnë ato sipas atyre këshillave që i dërgumi i Allahut na ka porositur. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër, në këtë hadith të cilët ne përmendëm që besimtari këshillohet që ta lusi Zotin e tij kur ai del prej shtëpisë me këtë lutje. Dhe pas këtij hadithi, profeti alayhi salatu sallam tregon vlerën atij personit i cili çfarë shpërblimi ka kjo lutje nëse njeriu e thot. Thot profeti alayhi salatu sallam, thot yuqalu këtij njeriu, yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa wuqita. Atëherë thot profeti alayhi salatu sallam, i thuhet atij se je i mbrojtur, i udhëzuar dhe i ruajtur prej Allahut. Dhe thonë dietarët se kjo fjalë e profetit alayhi salatu sallam që pasi ky e lexon këtë lutje, një zë thot që ky njeri është i udhëzuar, i mbrojtur dhe i ruajtur, do thot që është vetë Allahu i lartë madhëruar i cili thot se ky njeri u udhëzua, u rujt dhe u mbrojt. Kurse në një transmetim tjetër dietarët thonë se do thot se meleku prej melajkeve të Zotit thot u udhëzove, u rujte dhe u mbrojte. Nëse ti e thu këtë lutje, pra do thot që kjo është qëllimi që ka njeriu gjatë gjithë jetës tij, që të ruhet, të mbrohet dhe të udhëzohet në rrugën e drejtë. Sepse padyshim se nëse arrin këtë vlerë dhe këtë shpërblim, do thot që është i sigurt. Prandaj fjala e profetit alayhi salatu sallam i cili thot u udhëzove, hudite, do thot që u udhëzove në rrugën e vërtetë. Atë rrugë që besimtari gjatë gjithë namazeve ti e lut Zotin duke thënë ihdina siratal mustaqim. O Zoti jon, na udhëzo dhe na drejton në rrugën e drejtë. Dhe përsa kohë ti e thua këtë lutje, thot meleku apo Zoti i lartë madhëruar se ti u udhëzove. Do thot që ke garancinë e Allahut të lartë madhëruar dhe ke mirësinë e Zotit se Allahu i lartë madhëruar në këtë ditë ty do të udhëzoj pra në rrugën e drejtë. Dhe fjala
se u mbrojte, do thotë që u mbrojte prej brengave dhe shqetësimeve të kësaj bote, po gjithashtu dhe të botës përtejme. Dhe fjala e profetit alayhi salatu selam, i cili thotë dhe u rujte, do thotë u rujte prej të këqijave që mund vinë prej armiqve tuaj, dhe sidomos prej një nga armiqve më të mëdhenj që ka njeriu, që është shejtani. Djalli i cili është betuar se këtë krijesë do ta dëmtoj. Dhe përsa kohë ti e thua këtë lutje, je i rujt me lejen e Zotit nga të këqijat e djallit dhe të shejtanit. Pastaj thot profeti alayhi salatu selam, vazhdon hadithi dhe thot, ai shejtani, pra një djall tjetër dhe një shejtan tjetër i thot këtij shejtanit, i cili është angazhuar për ta humbur, për ta shqetësuar dhe për ta dëmtuar njeriu, i thot që kejfe leke bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Pra duke i thënë se si ja del me njeriu i cili është udhëzuar, i rujtur dhe i mbrojtur. Pra, i thot që ti nuk mund ta dëmtosh dhe nuk mund ta humbësh dhe nuk mund t'i sjellësh të këqija një njeriu që Zoti e rujti, Zoti e mbrojti dhe Zoti e udhëzoi atë. Që do thotë se besimtari ka nevojë që t'ia kërkojë Zotit lart madhëruar mbrojtjen e tij dhe udhëzimin e tij për veprimet që ai bën gjatë ditës. Prandaj kush e thot këtë lutje gjithmonë kur del nga shtëpia e tij, dhe sidomos në mëngjes, pra këtë fjalë, Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah, atëherë ky njeri do të jetë i udhëzuar, i mbrojtur dhe i rujtur prej Allahut lart madhëruar. Dhe herë lutim Allahun që të na udhëzoj, na ruaj dhe të na mbrojë nga çdo e keqe. Dhe lutim Allahun e lart madhëruar që të na i falë mëkatet tona, dhe lutim Allahun e lart madhëruar sikurse na bashkojnë në këtë vend, na bashkojnë në xhenetin e tij Firdaus.